a lejohet hakmarrja sipas kanunit? Fatkeqësisht forma dhe mënyra si aplikohet tek ne dhe ajo çfarë merr jetra të shumta të njerëzve të pafajshëm, madje edhe të fajshëm e kështu me radhë, është një praktikë e cila nuk ka të bëjë me Islamin në asnjë formë. Prandaj edhe për këtë shkak e shohim edhe shumë hoxhallar apo një grup i hoxhallarëve bëjnë iniciativa qoftë individuale, qoftë edhe grupore që ti parandalojnë këto veprime të hakmarrjes, të cilat kohë pas kohë ndodhen në vende të ndryshme. Kjo për faktin për shkak se ajo çfarë bëjnë këta njerëz bëjnë do thot veprime të cilat nuk kanë të bëjnë me Islamin dhe bëjnë tejkalime të cilat për të cilat nuk është i kënaqur as Allahu i Madhërisht e as nuk ka të bëjë me praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj themi me plot përgjegjësi se hakmarrja sipas traditave si e aplikojnë tek ne është do thot një veprim që nuk është në përputhje me mësimet islame, por kjo nuk do të thotë që Islami lejon që njeriu ta vret tjetrin dhe ai po gjithsesi ka veprime me të cilat duhet të ndëshkohet personi i cili e bën do thot atë vepër, por në asnjë formë që familjarët e të dëmtuar të marrin hapa të cilat bëjnë që ata pretendojnë ta vënë drejtësinë në vend dhe me veprime individuale të mbysin apo të vrajnë dikën tjetër vetëm si rezultat i marrjes së gjakut të vdekurit të tyre. Zoti i dhe mësmiri.